83 mandate, 78 mandate, 76 mandate. Në kuptimin e mënyrës si do ushtrohet pushteti nuk ka ndikim. Ka ndikim për treguar që opozita është shumë më dobët nga ne mund mendoni se mund të ishte. Pra komenti im është ky, Shqipëria sot është e depolitizuar. Kjo është komenti im, nuk ka politik, përsi politika vdekur, sepse shumica e qeveri nuk mund t'ja llogari para askujt sepse fiton kollaj, pra e ka të pamundit të humb zgjedhjet. Opozita nuk jep llogari sepse nuk fiton dot, kështu që ngurtësohet, solidifikohet, mblidhet ka rrethi i vet i ngushtë dhe nuk. Tani pse humbi kaq thellë Partia Demokratike me Berishën krye dhe pse fitoi kaq thellë Partia Socialiste me Edi Ramën? Në analiza komplekse, po edhe të thjeshta fare, njëkohësisht. Humbi sepse nuk u bë një forcë për ason ndryshimin. Gjëja e parë, pra për të rënë kokë me një fjali. Për të rënë kokë më gjatë, pastaj humbi sepse nuk arriti të bëhet bartëse e shpresës për njerëzit. Humbi sepse nuk është demokratike, humbi sepse nuk është e djathtë, humbi sepse nuk arriti të bëjë një alans me njerëzit qytetarët, humbi sepse nuk kupton dot shoqërinë, nuk kupton dot rrethën shoqëror, humbi sepse ka probleme të saj të brendshme, humbi sepse u solli në mënyrë të tillë që rregulloi jetën e saj të brendshme, humbi sepse nevojat e saj të brendshme janë më të mëdha se nevojat që ka shoqëria ose që duhet kishte Partia Demokratike për të përfaqësuar shoqërinë. Pra analiza është shumë e gjerë pastaj. Por në thelb është kjo nuk përfaqësoi dot ndryshimin që një parti të fitojë, një parti në opozitë fitojë zgjedhjet kudo, jo thjesht Shqipëri. Itali, Greqia, Amerikë, doni juve, duhet të jetë ndryshimi. Nuk është ndryshimi. Sa përgjegjës është Berisha për këtë rezultat? Shiko, sa përgjegjës është përgjegjës në një masë dormuese, padyshim sepse është kryetari i Partisë Demokratike. Është përgjegjës në një masë të madhe sepse ai e ndërtoi këtë lloj mënyre ose këtë lloj qasje të Partisë Demokratike në 3-4 vite. Por përgjegjësia pastaj është shumë më e gjerë se kaq dhe prapë mund të jemi te Berisha, por nuk ka të bëjë me këto 3-4 vite. Përgjegjësia ka të bëjë me mënyrën si Partia Demokratike funksionon prej minimumi 15 vitesh, që ka viti 2009. Sepse Partia Demokratike që në viti 2009 u shkëput totalisht nga interesi i qytetarëve dhe njerëzve. Bëri një koalicion me Ilir Metën, qeverisë së bashku 4 vite, qeverisja shkoi keq, nuk reflektoi, nuk bëri introspeksion, nuk e kuptoi pse humbi, nuk kuptoi çfarë duhet bënte, qëndroi po aty me ata njerëz, me ato ide, me atë narracion, me atë narrativ, me ato dhe bëri truke elektorale, largoi kryetarin, por jo leadershipin, largoi kryetarin, por nuk nëshoi narrativin, largoi kryetarin, por nuk nëshoi gjuhën, nuk nëshoi ekipin, edhe shumë gjëra të tjera, pra i mbuloi të gjitha problemet aty që nga viti 2009. Pra është një parti që për fat keq nuk e kuptoi që nuk fiton dot pa ndryshuar, duhet ndryshosh, nuk fiton dot pa lëshuar pushtet, duhet lëshosh pushtet, nuk fiton dot pa u bër ajo që është shqetësimi real i njerëzve. Kështu që në këtë kuptim është përgjegjësi më e gjerë se sa një individ ose është përgjegjësi më e gjerë se sa atij që drejton sot Partia Demokratike, është përgjegjësi e atyre që kanë drejtuar Partinë Demokratike nga 2009 të paktën. Që padyshim Berisha ka një përgjegjësi të madhe. Do kishte një rezultat ndryshe, jo aty, nëse do të ishte dikush tjetër përveç Berishës në krye të PD-s. Nëse do trajtonte çështjet siç i trajtoi kjo partie drejtuar nga Berisha, nuk do kishte rezultat më të ndryshe. Pra nëse do ishte të zëm Flamunoka. Jo, flas për figurën, kur them Berisha, jo. Po, shikoj, Berisha e bart atë aureolën e njeriu të konsumuar prej vitesh me pëlqyeshmëri të madhe. Pra, shikoj, në shkencën politike ka faturën e konsumit. Patjetër, shikoj, në shkencën politike bëhet një llogari ose bëhet një vlerësim para zgjedhjeve. Bëhet gjithmonë po përsikos para zgjedhjeve. Pëlqyeshmëri, mos pëlqyeshmëri. Edhe zoti Berisha kishte pëlqyeshmërinë 25-30%, mos pëlqyeshmërinë 65-70%. Në këto kushte nuk ka shpresë fitore. Bëhet ç'të dush. Edhe Rama është me pëlqyeshmëri negative, po është 48, 52, 47, 53, 45, 55. Pra e ka më të vogël mos pëlqyeshmërinë. Pra diferenca negative në anën e mos pëlqimit është më e dobët se sa tek Berisha. Në këto kushte ka vdekur. Që do merrem dikë tjetër. Ta them për shembull dikush që ka pëlqyeshmëri më të lartë. Kush mund të jetë për shembull, ta them, themi kot, të Moralizoti ose Belin Klliçi. Nuk do fitonte dot. Që do vazhdonte të ishte në këtë narrativ, pra, të sillej siç u soll Partia Demokratike, pra, të sulmonte spakun gjëja e parë. Të sulmonte reformën në drejtësi. Të përdorte gjuhën e drejtanishme të dhunës, të linçimit, të anihilimit, të përdorte këtë ekip. Nuk të përdorte dot në gjë të madhe. Ka nevojë për ndryshim shumë të gjerë se kaq. Për ndryshimi nuk është thjesht një çështje njeriu. Njeriu që është në krye i jep pamjen e vet forcës, jam dakord. Po, ama ndonjëherë forca, ndonjëherë gjuha, stili, komunikimi, të gjitha janë shumë të gjëra sa vetë individi. Kështu që në këtë kuptim do merrte rezultat më të mirë po të ishte njëri me pëlqyeshmëri më të madhe sa Berisha. E thash po të ishte të Moralizoti, Luciano Boçi, Belin Klliçi, Rida Tabaku, Ilir Lëmeti, padyshim që do merrte një rezultat më të mirë, por nëse ata
do ishin mbrenda narracionit të Berishës. Do bënin pik përpresi gjërat i bëri Berisha, do humnin më ngushtë për do humnin. Ata do fitonin qartë, po qartë ama, nëse do adresonin shqetësimet kryesore shqiptare, që është reforma në lehtësi, që është korrupsioni i lartë. Shqipëria, shiko, në fushata Jo, ata nuk besojnë te kjo drejtësi tek Spanku se korrupsionin e denoncojnë ata. Kjo është muhabet tjetër, shiko. Është një opozit nuk ekziston për të denoncuar korrupsionin. Se këtu ka një vend, ka në Shqipëri shpik shumë gjëra, shpik dhe i formulë të re dhe i teori të re politike. Shqipëria thotë që kanë bërë opozitë se po denoncoj qeverinë. Qeverinë mund ta denoncojë edhe një gazetë dhe një organizatë jo qeveritare. Opozita ka për detyrë të jetë alternativa qeverisë, pra nuk është çështje denoncimi. Nuk mjafton kaq. Dhe që të jesh alternativë qeverisë, duhet që të kesh idetë e duhura, ekipin e duhur, projektin e duhur, gjuhën e duhur dhe ti bindesh njerëzit që këto i ke sinqerisht, i ke seriozisht, se mund t'i gjesh ato nëpër libra, ato idetë e mira. Edhe i thu se duhet t'i thush. Problemi është ti bindesh njerëzit që këto i ke seriozisht, i ke sinqerisht. Pasi ti ke to, atëherë do fitosh zgjedhje. Kështu që në këtë kuptim, ata mund thonë që ku di unë, denoncoj korrupsionin apo prospagut. Jo, duhet që ta dëshmosh seriozisht që ti e ke sinqerisht gjë. Nëse të moralizoti, Belen Klliçi, Luciano Boçi, Elia Meti, do ishin kryetar prezidenti, e thash herë, do duhej që të bënin edhe transformimin e plot të ambientit, pra të atmosferës së partia. Tani Berisha nuk ka ndërmend sikurse ka deklaruar dhe kuptohet qartë që të ikë nga drejtimi i Partisë Demokratike pasi ai nuk gjen faj tek vetja, por e quan farsë elektorale 11 majin. Nga ana tjetër, paralel ne nuk është se kemi parë ndonjë zë të fortë që të dalë kundër Berishës, të kërkojë largimin e tij, etj. Pritet një analizë deri në vjesht, deri në shtator, siç thuhet, po jo edhe me ndonjë pritshmëri të madhe. Në këtë kuptim pret ndonjë zhvillim në afat shkurtër nga Partia Demokratike? Para nuk pres dhe e dyta as nuk duhet të presim, besoj, sepse nuk ka kuptim të presim. Po pse? Sepse Partia Demokratike sot, thash herë, unë jo sot me kohë me vak, po sidomos këto 4 vjet e fundit. Nuk është një parti e cila synon të fitojë pushtetin në Shqipëri. Është një parti e cila ka synime të tjera, jo politike. Synimet e politike kanë nevojat e brendshme të lidershipit të partisë. Partia Demokratike, pra Partia Demokratike ka disa nevojat të brendshme. Po mirë, nuk mund të futen, thon popullorët që në një thes gjithë këta, domethënë. Po nuk është puna të futen në një thes gjithë këta. Sepse më të votuarit, po marr shembull Iri Databaku, Ilir Ali Mehmeti, këta ndoshta edhe ngren zë. Ndoshta kanë ambicie për më shumë. Nëse ngren zë nuk do ta fitojnë dot të betejë, do ta humbin. Pra nuk kanë ai vlerë. Domethënë përballë Berishës janë gjithë humbur thua ti. Dyshim që nuk ka diskutim fare. Është shumë e qartë. Kështu që ata duke ditur këtë gjë as nuk do ta bëjnë këtë gjë, as nuk do ta kërkojnë këtë gjë. Besoj që nuk do ta kërkojnë. Edhe mendoj që demokratët ta harrojnë reformimin e PD-s thua ti. Shiko, padyshim që po, në këto kushte po. I vetë që mund ta reformoj PD-n, paradoksalisht, që nuk do ndodhi kurrë padyshim. Është po prap Berisha. Që nuk, ai them që mund, që ka potencialin ta bëjë, por nuk do ta bëjë, se ai s'mund ta bëjë, nuk mund dal kundër vetes. Por i vetë njëri që ka potencialin ta reformoj, po që ka potencialin, jo se do ta bëjë. Është Berisha, pra ai sepse ai ka potencialin të dalë kundër Berishës. Po atëherë le të bëhet dhe de jure që kjo parti është e Berishës, pa de jure nuk mund të bëhet se nuk e de jure. Jo, pa Berishën nuk ekziston PD, se praktikisht kështu i bie, apo jo? Shoqëritë dhe antarësia. Askush tjetër nuk e bë ka dot dhe e bën vetëm Berisha. Kjo është shoqëritë dhe antarësia. Dëshpëruese faktikisht. Shoqëritë dhe antarësia e Partisë Demokratike, po përgjithësi shoqëritë kanë nevojë për narrativa që ti mbajnë ata me garet, kështu që kjo nuk mund të bëhet de jure. De jure do rikështu siç është. Partia Demokratike, partia opozitës shqiptare me radhë. Por de facto ajo parti. Tash me ironi sepse ti thua që nuk gjendet një zëvendësues i Berishës. Jo, nuk gjendet, nuk po më kuptoni Diana. Jo, pra, nuk bën dot gjë. Për PD-n, për mirë. Pra vetëm Berisha ka këtë fuqi pra praktikisht. Jo se nuk gjendet zëvendësues formal, un po them. Partia Demokratike ka një fizionomi të vetën. Ka një narrativ të vetën. Ka një filozofi të vetën. Ka një mënyrë se i bëjnë gjëra. Pra nuk ekziston një potencial aty që ta shkund një herë mirë edhe ta shndërrojë në një alternativë. Po si mund të ta themi fjalë tjera për publikun. Çdo gjë në këtë botë është një sistem. Njeriu është një sistem, partia është një sistem, shteti është një sistem, universiteti është një sistem, ky podcast është një sistem, edhe çdo sistem funksionon me parimet e sistemit. Sistemi ka vetëm një parim themelor. Të mbijetoj duke u riprodhuar me elementet e vetë sistemit. Kjo është natyra e sistemit. Nuk mund të dalë askush kundër sistemit thua. Po po e ha sistemi. Pra organizmi njerëzor është del një bëhen shumicë. Jo, nuk e lejon sistemi. Nuk ka mundësi.
I vetmi që ka potencial në këtë rast. Ta ndryshoj të gjë është vetë Sali Berisha. Kjo nuk mund ta bëj sepse sistemi nuk mund të punojë kundër vetes, sepse aty sistemi është Berisha. Pra, sistemi në fakt është Berisha. Por Partia Demokratike është Berisha, sistemi është Berisha. Kështu në këtë kuptim, nuk mendoj që ka kuptim të flitet për këtë punë. Ajo duhet vazhdojë ashtu, do vazhdojë ashtu, duke ka jetën e vet të brendshme. Do demokratët nuk vinë kurrë në pushtet. Praktikisht. Në këto kushte padyshim që jo. Ose do duhet Po pra, kur nuk kupton në këto kushte se këtu më lind pyetja tjetër mua, në këto kushte jo thua ti, por në kushte të tjera. Çfarë nuk kupton me përtej këtyre kushteve? Kuptoj kalimin e viteve, kalimin e kohës. Zbejen e fuqisë elektorale të kësaj partie, zbejen e gjatë, largimin e shumë njerëzve për shkak të zbejes gjatë, ndoshta pas një kohë tjetër, kushte të tjera kur mund të prodhohet diçka tjetër. Kur vdesin njerëzit. Po ndoshta edhe kështu. Domethënë, shiko, edhe kështu. Sistemet janë të forta, sistemet nuk ndërrohen kollaj. Sistemet kanë thash fuqinë e vet për të riprodhuar me elemente vetë sistemit. Shumë dëshpëruese kjo për shkak. Nuk është dëshpëruese kjo, këto janë po për ata demokratë që morën tani edhe 16 vjet i bie të rinë në opozitë edhe shiko, demokratët janë shqiptarë si gjithë tjerët. Si shumë shqiptarë të tjerë, do vojnë demokratët. Ne unë jam demokrat. Ne demokratët, po themi, po fuzë veten time këtu, do jetojmë atë që na ofro sistemi jon për të jetuar. Pra Partia Demokratike këtë potencial ka sot. Nuk mund të jetë dot ndryshe. Duhet të jetë ndryshe. Për fat keq nuk mund të jetë ndryshe. Për fat keq është kështu. Kështu e nisi këtë gjë në shtator të 2021 kur Sali Berisha nisi luftën. Tani Berisha e ka në dorë thua ti dhe nuk e bën dhe nuk ka për të. Nuk e ka në dorë. Ka potencialin. Ka potencialin pra. Po në dorë se ka sepse ai s'mund dalë kundër vetes vet. Më kupton? Si, po pse se bën pra? Pse nuk jep? Nuk e bën kontribut për mirë, por për keq. Duhet të rrozoj Berishën. Duhet të rrozoj qendrimet e veta, duhet pra çfarë duhet i Partia Demokratike të fitojë? Duhet që fryma kundër spakut të ndryshojë, të jetë pra spakut. Duhet që ekipi i vjetër i njerëzve që kanë 30 vite të ndryshojë. Duhet që gjuha që pretendon të vërtetë absolute dhe kushdo që kundërshton është armik të ndryshojë. Duhet që partia të jetë shumë konservatore, shumë e djathtë, shumë e përvujtur, shumë e përunjur dhe shumë më, po themi, e matur. Që të bëjnë këto gjëra, duhet që të gjithë ata të eliminojnë veten e tyre. Do ta bëjnë ata, s'mund ta bëjnë, se njeriu nuk eliminon veten e tij, por ama potencialin ata e kanë ta bëjnë. Berisha, po do Berisha anullon edhe Berishën, anullon edhe Flamurnakun, edhe gjuhën e tyre, edhe qendrimet e tyre, edhe të gjithë tjerët. Unë po them si potencial. Pra unë po them unë po parashoj një paradoks në thelb. Sepse kjo është paradoks, sigurisht nuk mund ndodh. Po. Kështu që në këto kushte është kotit të flasim për këtë gjë. Ata që do dalin kundër sistemit do goditen nga sistemi. Po mirë, këta më të votuarit, për shembull Tabaku, Ilir Ali Mehmeti, nuk i votuan qytetarët si një lloj shprese që ta marrin ndoshta këta situatën. Qytetarët dhanë një sinjal në këtë gjë, por sinjal është ai. Po çfarë pastaj sa dhanë sinjal, dhanë shumë mirë. Sinjali do mundohet të trajtohet në një mënyrë të tillë që këta të mendojnë që diçka po ndryshon. Pra, po themi kot, mund të ndodhë që nga vjeshta, ose nga janari vitit që vjen, ose mas disa kohësh, të ketë një lloj riformatimi, edhe ndërrohet personi A me Asgjë më rëndësi. Kaq. Po, çfarë nuk kuptonte ajo deklarata e fundit e avokatit Gjokutaj për shembull? Po shiko, ajo nuk kuptonte që aty brenda ka një luftë brenda. Shiko, në Partinë Demokratike tani, që të themi të vërtetën, të gjithë njerëzit, ndoshta edhe Berisha vet, po të gjithë njerëzit, po e përshtin Berishën, janë të bindur që kjo është gjendje e papranueshme. Janë të bindur që kjo gjendje duhet ndryshojë, janë të bindur që